Princesha Iman bëhet nënë e binjakëve gëzim në familjen mbretërore jordaneze. Familjes mbretërore të Jordanisë ju janë shtuar 2 antar të rinj. Princesha Iman, vajza e madhe mbretit Abdullah II dhe mbretëreshës Rania, kanë sjellë në jetë 2 vajza binjake. Lajmi u njoftua të premte në 14 gusht nga obori mbretëror Hashemit, i cili përsolli urimet për çiftin me rastin e lindjes së fëmijëve. Në deklarat, obori mbretëror Hashemit i drejtoi urimet më të përzemërta princeshës Iman, bashkëshortit të saj si dhe prindërve të saj, madhërisë së tij mbretit Abdullah II dhe mbretërisë së saj, mbretëreshës Rania. Princesha Iman është e martuar me Jamil Aleksandros Thermiotis, i cili ka origjinë greke. Martesa e tyre u zhvillua në mars të vitit 2023 në pallatin Beit Al Urdun në Aman. Çifti janë bërë prindër për herë të parë në shkurt të vitit 2025, kur lindi vajza e tyre Amina. Iman është fëmia i dytë mes 4 pasardhësve të mbretit Abdullah II dhe mbretëreshës Rania. Ajo ka vllajën e madh, princin e Kurorës Hussein, motrën princeshën Salma dhe vllajën më të vogël, princin Hashem. Pas lindjes së binjakëve, familja e princeshës Iman dhe Jamil Thermiotis përbëhet tashmë nga 5 antar.